Hey miq, sot do të tregoj për 5 hapat që duhet të bëni nëse doni që të filloni të vetë punësoheni online apo të ndërtoni një biznes online. Dhe hapi i parë është të ndani një kohë të mjaftueshme që duhet të jetë minimumi 4 deri në 6 orë. Sepse pa patur kohën, asnjë gjë nuk bëhet. Okej? Kështu që hapi i parë është koha. Dhe hapi i dytë është të mësoni, ose nëse mund edhe t'i dini, të mësoni programet që është Canva, CapCut dhe ChatGPT-ja. Sepse Canva na duhet për të edituar fotot, CapCut për të edituar videot dhe ChatGPT-ja për të krijuar content, pra informacionet rreth gjërave që ne do postojmë. Pra ky është hapi i dytë. Dhe hapi i tretë është këto që do prodhojmë nëpërmjet Canvas, CapCut dhe ChatGPT-s, duhet i marrin dhe t'i reklamojnë në rrjetet sociale, pra duhet hapim rrjetet sociale, të cilat janë falas dhe i hapim të gjitha me YouTube, me Rumble, me LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Clapper. Të gjitha këto janë rrjetet sociale ku personi do të reklamoj shërbimin ose produktin që shet. Dhe hapi i tretë, hapi i katërt është produkti që do shisni dhe do reklamoni, sepse pa patur një produkt, çfarë do shisni? Biznesin vetë është duhet të shesësh diçka. Kështu që hapi tjetër, hapi i katërt është të krijoni një produkt digital. Dhe produkti digital mund të jetë një kurs, a një libër apo çfarë doni ju. Nëse nuk e keni një ide, e kemi gati te Panayri Online, kemi shërbimet që ne ofrojmë, për të cilat japim një përqindje goxha të mirë që fillon nga 60 euro deri në 150 euro për secilën paketë që ju mund të shisni tek klientët. Dhe shërbimi që ne kemi është shërbime për bizneset, reklama për bizneset. Dhe hapi i pestë, që është shumë i rëndësishëm, se të gjithë mund t'i bëni këto të parat, por hapi i pestë është ajo që quhet vazhdimësi, ose pun, deri sa ta bëni që ky biznesi të funksionojë. Sepse shumica e njerëzve i bëjnë të gjitha, e nisin projektin, e çojnë deri në një pikë, vetëm se nuk e përfundojnë atë që kanë nisur. Kështu që duhet ta përfundoni dhe ta bëni funksional deri sa biznesi të funksionojë 100% dhe t'ju jap të ardhura pasive edhe kohë të lirë. Një biznes nuk funksionon 100% nëse jep vetëm të ardhura. Biznesi duhet të jap të ardhura pasive, jo thjesht të ardhura dhe kohë të lirë. Biznes quhet ai i cili të jep kohën e lirë dhe të ardhur pasive. Nëse ju jep vetëm të ardhura, ju nuk keni biznes, po jeni një person i vetë punësuar. Dhe nëse doni ndihmën time dhe ndihmën e Panayrit Online edhe sponsorizimin nëpërmjet Panayrit Online, që ju të ndërtoni një sistem të tërë marketingu bashkë me rrjetet sociale, bashkë me website-in, bashkë me SEO në Google, edhe këtë unë mund t'u ofroj falas nëse doni. Nëse na bashkoheni te programi 100 Video Plus, i cili ju jep mundësinë personave që për 6 muaj të ndërtojnë një agjenci marketingu dhe nëpërmjet kësaj agjencisë marketingut pastaj të mund të zhvillojnë çfarëdo lloj biznesi të duan, sepse për 24 orë mund ta ndërtojnë një biznes online dhe ta hapin edhe në gjithë botën nëse duan, sepse agjencinë e marketingut e kanë gati dhe s'ka nevojë që të paguajnë dikë tjetër. Dhe kur themi agjencinë e marketingut, do thotë të ndërtojnë një agjenci marketingu e cila do të jetë e deleguar 100%. Këta vetëm do ta drejtojnë, jo të punojnë në agjencinë e tyre. Sepse është sistemi dhe programi i tillë. Në ditët në vazhdim jemi duke organizuar disa workshope fizik dhe online. Disa janë për pjesën e personave që duan të mësojnë Canva, CapCut dhe ChatGPT-n, ndërsa të tjerët do të jenë ata të cilët duan të startojnë për të zhvilluar një agjenci marketingu apo të duan të
të vetpunësohen online. Kështu që në të dyja rastet, më kontaktoni, kushdo qoftë interesi juaj, më kontaktoni dhe thjesht më bëni kërkesën e qartë. Çfarë ndihme kërkoni nga unë? Doni që të ndihmoj të mësoni programet si fillim dhe pastaj të nisni pjesën e vetpunësimit, apo doni t'ja nisni direkt me pjesën e vetpunësimit sepse ndoshta këtë programe dini të përdorni? Më kontaktoni dhe unë jam gati që t'ju ndihmoj. Ju përshëndes, ju uroj një mbarëmjet të bukur.